Get off my car! Po vjen era luft. Si që kam treguar unë edhe me një video të më përshme, nuk më keni besuar dhe keni menduar se kjo nuk është e vërtet. Mirë po, kjo është shumë serioze. Ne kemi menduar se Rusia do e lën me kaq. Mirë po, ajo çfarë po shohim ne nuk është hiç e mirë. Rusia tani më ka hyrë në secilën pjesë të shtetit të Ukrainës dhe është duke e sulmuar me gjithë ato që ka. Të gjithë kanë menduar se kjo është vetëm një lojë dhe se kjo luftë do mbarojë. Mirë po, ajo që do të ndodhë, shpresojmë të mos të ndodhë. Mirë po, ajo që po shohim ne është shumë e tmeshme për të gjithë njerëzit në botë. Një lider në Ukrainë ka thënë se Rusia ka nisur ta bombardojë shtetin më të butë të Ukrainës, se që aty kur nuk ka pas asnjë gjuajtje, asnjë bombë. Kjo na tregon neve se duhet mu përgatit për gjithçka. Rusia ka nisur ta sulmojë me shumë tanka dhe me shumë aviona ushtarak, ku në secilën pjesë është duke gjuajtur bomba të ndryshme. Amerika i ka thënë disa herë që ndalu, mirë po Rusia e ka marrë këtë çështje shumë serioze edhe vesh me një drejtim. Dhe gjithashtu NATO është duke shkuar gjithashtu ta mbrojë Ukrainën që t'i dalë krah Ukrainës NATO. Dhe për fund ju kisha thonë, pasi që ne po shohim që Rusia nuk do ndalet, atëherë NATO do intervenojë më shumë që do të ndodhë lufta e tretë botërore. Atëherë përgatituni të gjithë.